Edhe këtë fundvit, Megatek, hipermarketi i vetëm i llojit bëje vetë në Shqipëri dhe më i madhi në rajon, organizoi aktivitetin tradicional të tij për shpalljen e 10 klientëve më të mirë të vitit 2013. Përzgjedhja bëhet në bazë të frekuencës dhe shumës së blerjeve të regjistruara përmes kartës së klientit Megakart. Drejtori i përgjithshëm i kompanisë Megatek, Arjan Gjorga, u shpreh se përzgjedhja ka qenë e vështirë pasi këtë vit numri i klientëve besnik të Megatek është shtuar ndjeshëm. Këtë vit përzgjedhja ka qenë disi e vështirë, sepse numri i klientëve tanë më të sinjorës dhe besnikë është rritur ndjeshëm. Përzgjedhja si çdo vit bëhet në bazë të shpresësisë dhe vlerës së blerjeve këtu në Megatek nëpërmjet kartës së klientit Megakart. Disa nga klientët më të mirë që u shpallën fitues në këtë aktivitet dhanë vlerësimet e tyre për Megatek. Një ditë i thoshte Arianit që se nuk vjen në Akademinë e Filmit Multimedias Marubit, se do të shikosh Megatek, dhe thash kemi një filial atje të Megatek. Gjithmonë kur vi këtu, gjithkohon me befasime të ndryshme, keni një gjë që keni dinamik të preshme, dhe kjo e bën në klientin shumë të interesuar për të ardhur. Falenderojmë juve se ju na keni bërë që të vim te Megatek. Me çmimet tuaja, me shërbimet tuaja, me korrektesën tuaj, këtu është një staf i mrekullueshëm. Dhe kompania ime ka gjetur veten në këtë hipermarket. Unë do i them shumë sinqerisht që gjithçka që kam rreduar në një hotel që kam mbyllur para disa kohësh, një investim gati 4 milion euro, një pjesë të madhe të arretimeve kam bërë ke Megateku. Këtë çmim që mora do t'ja çoj shtëpisë së jetimëve Zyber Halluni. Vitet e fundit vi edhe blej në fakt shumë tek Megateku edhe e gjej shumë të plotësuar si departamentin e kuzhinës, ashtu dhe atë të arredimit edhe gjithçka tjetër. Këtë vit kam bërë një nga investimet më të mëdha që normalisht bën një shqiptar, kam bërë mobilimin e shtëpisë time 3. Dhe zgjedhja ime ka qenë në Megatek. Gjatë muajit dhjetor, lista artikujve me ulje pasurohet çdo javë me artikuj të rinj për të gjitha kategoritë e produkteve, si elektroshtëpiake, enë kuzhine, mobilje, hidrosanitare, dekor e tjerë. Megatek vazhdon ulje deri në 70% në shumë artikuj të domosdoshëm për festat e fundvitit.